Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar listën paraprake të zgjedhësve nga diaspora. Sipas KQZ, kjo listë mund të konsultohet në www.kqz.gov.al ose në aplikacionin KQZ në iOS ose Play Store. Vetëm ata zgjedhës nga jashtë të cilëve është pranuar kërkesa për të regjistruar nëpërmjet platformës elektronike të zgjedhësve janë në përbërje të kësaj liste, thekson KQZ në një postim në rrjetet sociale. KQZ sqaron se këta zgjedhës kanë mundësi nga data 9 deri në 10 mars 2025 të kërkojnë regjistrim nga lista e zgjedhësve nga jashtë. Në rast se për arsye objektive gjykojnë se do të jenë në Republikën e Shqipërisë në ditën e zgjedhjeve më 11 maj. Gjithashtu KQZ shpjegon se duhet të ribëjnë edhe një herë kërkesën. Ata zgjedhës që kanë ndryshuar vendqëndrim, pasi është miratuar kërkesa duke saktësuar adresën e re së bashku me dokumentin provues të adresës. Dërgimi i fletës së votimit bëhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nëpërmjet shërbimit postar, nëse procesi i miratimit të listave shumëmërore ecën sipas afateve të parashikuara. Mes datës 8 prill dhe 16 prill synohet të përfundojë dërgimi i fletës së votimit dhe dokumentacioni zgjedhor. Pasi të kenë marrë fletën e votimit, ata e plotësojnë sipas udhëzimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke zgjedhur subjektin zgjedhor dhe ose kandidatin që dëshironi. Fletë e votimit dërgohet mbrapsht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve duke llogaritur kohën që ajo do të mbërrinë në këtë institucion, jo më vonë se ora 19:00 e datës 11 maj 2025. Kostot e shërbimit postar për dërgimin e fletës së votimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si dhe kthimin e saj për tek KQZ do të paguhet të gjitha nga shteti shqiptar.